Gjakovës. Jemi këtu në furrën Hasi, aty ku njetë një nga vendet më të mira në këtë vend, në Gjakovë, më thonë për samunat me sugjok. Agnesa, po të premtoj që edhe ty kena më ta prunja kur të kthehemi për Gjakovës, tash hi mrena. Unë i kam qef kështu samunat e nxehtë, po... Furrën Hasi, përshëndetje për gjithë. Ja dhe punëtorët e kësaj furre janë tregu shumë të kujdesshëm, ku edhe na kanë përgatitur para pak çastësh, janë të nxehtë domethënë dhe siç po shihet janë edhe shumë të shishëm. Fillimisht ju urojmë përshëndetje edhe ja shihet që kanë edhe shumë punë. Dhe tani do i provojmë edhe këta samuna, domethënë dalin vetëm fantastike. Floriani kështu është duke shiju samunin në sugjok. Agnes, gjësysh, do është mi provu edhe ti. E vërtet, Floriani, dhe i kam qef kështu samunat e nxehtë. Më premtoj që kena me t'i sjellë prej Gjakove. Veç me miruj të nxehtë samunat, po pyeti pak a ka pas kohë me dalë me votu, apo janë ende duke u marrë me samunat, apo ka shumë personat që vinë më mëngjes dhe marrin samunat, edhe nuk kanë pas kohë me dalë me votu, apo veç që kanë kry obligimin si qytetar. Përshëndetje, më falni, s'po muj për ja dhe të pyetje, kam presion edhe nga regjia, a keni pas kohë me dalë me votu sot? Po, pa tjetër, tash do dalim, mas orari punës, do dalim e do të votojmë. Po shojmë një floks shumë të madh të samunave, domethënë puna është çdo ditë kështu apo e diela është pak më ditë më relaksuese? E diela është pak më relaksuese, pak për shkak se njerëz janë gjithë pushim edhe kemi pak porosi më tepër. Gjakova njihet si vend me për samunat me sugjok, domethënë samunat e famshëm me sugjok, a mundi më na tregu që sa vite furra Hasi merret me këtë zeje? Ne jemi që 25 vite me këtë profesion. Po besoj një ndër më të vjetrit në qytet, apo jo? Jo, më të vjetrit nuk jemi, po jemi diku më afër, ndër më të vjetrit jemi. Çka prisni nga këtë zgjedhje dhe çfarë prisni për Gjakovën 4 vitet e ardhshme, kushdo që shpollet? Presim që të fiton më i miri. Ai që le meriton. Në rregull, faleminderit shumë. Po Agnesa, ishim te furra Hasi, të thënë, siç e thekën edhe këta një nga furrat më të vjetra në Gjakovë, ku njihen edhe për samunat e shishëm me sugjok, dhe nga Gjakova po e kaloj linjën tek ju në studio. Faleminderit shumë Florian për këtë lidhje kaq të veçantë, boft mirë ty samune. Po e kalojmë tani